është parashikuar në raport me serbët një bashkësi e komunave serbe, e cila është quajtur asociacion, i cili faktikisht ka pasur rolin e një organizate jo qeveritare. Por hezitimi tani është për shkak se kemi arritur në një pikë pas zotimeve në Bruksel, ku shumë ekspert të kushtetueses dhe të shumë jurist, ekspert të çështjeve juridike, po e shohin si një autonomi funksionale për serbët në Kosovë, dhe kjo natyrisht është e rrezikshme. Kjo është edhe arsyeja pse na ka ardhur një draft ku flitet për arbitrazhin, për rezolutën 1244 e tjera. Prandaj mendoj që kjo çështje nuk ka qenë e mirë, dhe mendoj që kjo forme çka është ofruar është përtej asaj që është menduar në fillim. E qartë, nga ana tjetër, deklaratat e kryeministrit Kosovës Albin Kurti për mungesën e legitimitetit të leadershipit serb përbën këtu një element të fortë politik në këtë fazë në të cilën ndodhet tashmë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. A e shihni si një strategji diplomatike apo rrezikon kjo që ta tensionojë më tej procesin? Unë mendoj që kjo, natyrisht që zoti Kurti mund ta fatë ato mirë, po në fund të ditës zoti Kurti do të takohet me një përfaqësues serb, dhe kur ka ndërmjetësim nga bashkësia ndërkombëtare, neve na intereson ajo se ka merr Kosova nga ajo, dhe jo çka ka zgjedhur populli serb në Serbi. Ndoshta nesër pas këtij të tani pas udhëheqësit aktual mund të vijë një dhe më i keq se ky. Apo më i mirë, ne nuk e dim atë, por ne ajo çka e dim është që takimet kryeministër presidenti i Serbisë thjesht janë takime të cilat duhen të shihen si takime në mes të dy liderëve shtetëror, të cilët mbi supet e tyre bartin peshën e dialogut, dhe aty përfundon për Albin Kurti. Natyrisht që mund ta përdor si levë dhe si kartë diplomatike, natyrisht që mund ta përdor edhe për të siguruar garanci më të mëdha për çështje të caktuara, por mund ta përdor edhe për të shtyrë, për të ikur të temave. E qartë. Mirë, zoti Cani, për të kaluar tek Serbia, e cila ka hyrë tashmë de facto në një periudhë parazgjedhore që nga fillimi i vitit 2026, dhe pse data e zgjedhjeve tashmë ende nuk është shpallur zyrtarisht, mbi një vit pas nisjes së protestave studentore dhe tensioneve politike të cilat janë krijuar në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar zgjedhjet parakohshme pa dhënë një fakt të saktë, por duke lënë të mundshme mbajtjen e tyre mes muajve tetor edhe dhjetor. Si e shihni, zoti Cani, kujt po i shërben më shumë kjo situatë tashmë? Po shishani, çdo zvarritje dhe çdo paqartësi në këtë kontekst, fatkeqësisht ne jemi të mvarur kur flitet për dialogun, për shkak se neve na duhet të ecim shumë procese përpara. Po natyrisht që këto çështje të protestave, një leadership i tillë çfarë e ka Serbia, më shumë i kushton Serbisë. Por për shkak të një farë mini rrugtimi, ashtu ta quaj, të cilin e kemi ne, dhe ku gjithmonë na del Serbia përballë, natyrisht që mund të na shkaktoj humbje kohe edhe neve. Unë veç shpresoj që Serbia, Vučići kur e shef që po humbe në Serbi, nëse humb, nuk bëhet një farë agresori i tillë i cili për të shtyrë pastaj mandatin e tij mund të veproj me agresivitet në tema të caktuara, ndoshta të krijojë edhe ndonjë konflikt, por tjetra, ju them të drejtën, është çështja e Serbisë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Cani, sipas disa analizëve për herë të parë pas shumë vitesh, sondazhet flasin për një ekuilibër mes pushtetit këtu dhe opozitës. A është një realisht një dritare mundësie për një ndryshim pushteti në Serbi, apo është vetëm një moment i përkohshëm për tani që flitet? Po shqani, nga ajo që e kemi parë që sa kohë protestat, pakënaqësitë e qytetarëve, ndërtimi i klaneve të interesit, s'po them grupeve të interesit, por klaneve, madje të interesit brenda Serbisë nga presidenti Vučić, natyrisht që pastaj çon në irritimin e qytetarit.
Në anën tjetër edhe qeverisja e gjatë, që them të drejtën, e bën vetën, mirë po dhe dështimet politike të cilat i ka pasur, për shkak se të gjithë e dimë që Vučići nuk ka pasur tema të qarta në raport me Rusinë, në raport me Kinën, në raport me Bashkimin Evropian dhe edhe atje ka një strukturë qytetare e cila ndoshta e dëshiron një riorientim. Por këto janë arsyet pse Vučićin natyrisht që rrëzojnë dhe mendoj që kjo është shansa që faktikisht opozita e tanishme të marrë pushtetin. Në fakt, zoti Cane, nisma një student në çdo fshat synon të thyej dhe dominimin e mediave pranë qeverisë dhe duke shkuar direkt tek qytetarët në këtë rast. Sa efektive është kjo strategji në një sistem ku pushteti kontrollon informacionin dhe institucionet? Po shishani, ndoshta ata e kanë parë se një metodë të mirë të mundshme që të shkojnë derë më derë. Keni vërejtur, ne kemi fushata zgjedhore të tilla derë më derë, po shkak se është çështje goxha efektive. Dhe natyrisht që kur flet me secilin qytetar, apo kur tenton të flasësh me secilin qytetar, me secilin grup qytetarësh, mendoj që përqohet edhe mesazhi më mirë, apo shkon më mirë tashti. Nuk dua të them që manipulohet më mirë, për shkak se në fund të ditës e kemi një çështje ku ata dëshirojnë edhe ta çojnë me një hap të tillë një mesazh te bashkia ndërkombëtare, të flasin për autokracinë që e ka kapur Serbinë, se si gjithçka në Serbi është e kapur. Dhe mendoj që është një përqim i mirë i mesazhit në të dyja anët, edhe te bashkia ndërkombëtare, po edhe te qytetari serb. Ndërkohë, zoti Cane, raportohen edhe presione ndaj studentëve, largime nga puna dhe hetime penale që rrisin sigurisht edhe frikën dhe polarizimin në Serbi. Apo hyn tashmë Serbia në një fazë më represive të qeverisjes, ndoshta për të shmangur këtu dhe humbjen e pushtetit? Shani, kjo ka filluar më herët, tani vetëm ka filluar të përmendet dhe të bëhet më publike. Por këto probleme në Serbi kanë qenë që herët. Kështu që kjo farpërçarje ka filluar që herët. Mirë, po tani duket që ka marrë një farhovi dhe kur këto çështje marrin hov, natyrisht që mund të thuhet që ndoshta janë pjekur kushtet që të ketë një farë ndryshimi të qeverisë dhe të orientimit në Serbi. E qartë, mirë, zoti Cane, për të mbyllur pyetja e fundit, ndërkaq Vučić po vonon zgjedhjet mes presionit ndërkombëtar, sigurisht dhe rrezikut të sanksioneve ndaj sektorit energjetik, veçanërisht të NIS. A janë tashmë faktorë ndërkombëtar vendimtar për kohën e zgjedhjeve, apo kjo mbetet në kalkulimin personal të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić? Pyetje e mirë. Unë mendoj që të dyja, për shkak se presioni natyrisht që çon në një farë revolte më të madhe, por mendoj presionin ndërkombëtar mund të arrisë revoltën qytetare dhe revolta qytetare pastaj ta fut nën presion Vučićit që të shkohet në zgjedhje. Por krejt kjo është në fund të ditës çështje se si e menaxhon një politikan situatën dhe se si arrin që te qëllimet e tij duke menaxhuar situatën. Kemi raste të tilla jashtëzakonisht shumë, por natyrisht që kur ka presion ndërkombëtar, kjo e rrit pastaj ashtu të them presionin të vetë aktert dhe të vetë qytetari dhe mund të ketë efektin e saj. E qartë, mirë, zoti Cane, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjithë informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Blerim Cane, ku diskutuam për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe zgjedhjet e parakohshme në Serbi. Do ta mbyllim këtu këtë pjesë të dytë, më pas rikthehemi në pjesën e tretë për të folur mbi gjeopolitikën.